Në Pogradec ka nisur edicioni i 16 i Festivalit Ballkanik të filmit dhe kulinarisë, një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të verës. Për 5 ditë me radhë, publiku do të ketë mundësi të ndjekë mbi 60 filma nga vende të ndryshme të Ballkanit, duke kthyer qytetin në një pikë takim të artistëve dhe dashamirësve të kinemas. Këtë vit festivali sjell përsëri filma të rinj, do shohim ngjarje të shteteve të Ballkanit. Besojmë që ndajmë të njëjtën histori, por njëkohësisht do shohim edhe çfarë ka ndodhur dhe se janë frymzuar artistët gjatë këtij viti me prodhimet e tyre të reja. Komisari Dritës bën 60 vjet nga premiera dhe ne do të shfaqim këtu në shesh Komisarin e Dritës, filmin, për të rikujtuar Ricardin, për të rikujtuar Dimitër Anagnosin dhe Viktor Gjikën, të cilë janë realizues të filmit. Dhe po ashtu do të shfaqim dhe dokumentarin Ricard të realizuar nga Mevlan Shanaj. Festivali ka mbledhur në Pogradec artistë dhe personalitete të njohura nga Shqipëria, Kosova dhe vende të tjera të rajonit, të cilët e vlerësojnë këtë aktivitet si një urë komunikimi për artin dhe kulturën ballkanike. Është viti 16, nuk e kemi normal më shkëput, për lutemi me pas jetë, që me arrit, domethënë, edhe shumë vite tjera, për neve është festivali më i dashur. Unë isha pjesëmarrës me film të shkurt të titulluar Si qenin rush, pjesëmarrës në edicionin e parë. Shumë rastësisht fitova çmimin e parë për film të shkurt dhe prej asaj kohe bashkë me familjen nuk kemi ndarë kur nga festivali. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë do të vijojë deri më 27 qershor, duke sjellë në Pogradec filma, takime artistike dhe aktivitete që promovojnë kulturën dhe traditat e vendeve të Ballkanit.